Se e di që ti këto rezolutat, letrat nuk është se i ke... Me thonë që nëse të vejgjë Obama aty, nuk po e them atë fjallën se sa i vlerësojmë të rezolutat e parlamenteve. Veçanërisht Parlamentit Europian. Nuk është se ka ndonjë vlerë. Çfarë tregon... Po 0-0. Po rezolutën që thonë këta Obama. Çfarë tregon për polarizimin... Mua personalisht. Vetëm që them unë, po i shtove ti kritere, ti merr dhe komisioni pastaj. Këtë po them. Se ta quan të mishëm. Unë besoj që atë që ditë pak nga aq informacion sa kam nga Bashkimi Evropian, që Parlamenti Evropian është kot. Si kot? Kot. Pra po do të supozojmë kot thua ti. Themi kot fare është kot. Tani vazhdojmë më tej. Ky është mendimi Vanjanit. Jo, më është shkruar në statutet e ka shumë pak kompetenca, po. Është shkruar, është Parlamenti që zbon ligje për shembull. Pra ligjet e Parlamentit Evropian, rezolutat, jo rezolutat, po direktivat, nuk i bën dot nëse s'është komisioni dakord. Është e tillë, ky është koncepti i Parlamentit Evropian, në këtë kuptim them është kot. Parlamenti jonë ka më shumë vlerë se sa Parlamenti Evropian. Në kuptimin ligjor, kushtetues dhe institucional. Parlamenti i çdo vendi anëtar është shumë më i rëndësishëm se sa Parlamenti Evropian. Në këtë kuptim, debatet që bëhen në Parlamentin Evropian janë kot. Në kuptimin institucional të fjalës. Pra, nëse duam të japim përgjigje pyetjes, a bllokohen negociatat me këtë gjë? Jo. Jo, dakor. Jo po, është vërtet. Tani se të informojmë njerëzit tjerë. Se deri tani kemi çuar vetëm sherr. Të japim një ca informacione. A ndalojnë ndihma e Bashkimit Evropian për Shqipërinë për shkak të këtij debati të sotëm të këtij komisioni? Jo. Okej. A ndryshon statusi i Shqipërisë në raport me Bashkimin Evropian dhe procesin e integrimit? Jo. Nuk ndryshon. Okej. Atëherë, bim dakord që s'është serioz? Tani vim tek valenca që ka kjo gjë. Sa vlerë ka kjo gjë? Po, më ka një vlerë imazhi. Sepse, në qoftë se ti merr retorikën nga këtu dhe e çon në një zyrë ku do qoftë jashtë Shqipërisë, nuk jep imazh të mirë. Nuk jep më tani. Kjo është fakt. Dhe nuk po gjem fajtorin këtu. Detyrimisht. Po nuk është imazh i mirë. E dyta, Parlamenti i Shqipërisë në syt e institucioneve të Evropës ja ul valencën vetes. Dhe këtu nuk është halli PS apo PD, po them Parlamenti i Shqipërisë. Si institucion, nuk merret më seriozisht. Në qoftë se ti shkon në një, çfarë them, qoftë aty ky komisioni sotëm, edhe bën atë atrën që bën. Me drejt pa drejt, kush ka drejt, kjo është më bet kohë se ne kemi një 30 e sa vjet që nuk e gjejmë këtu me veten se kush ka drejt. Ta. Tash presim na e gjej qoftë Fredi Belieri, domethënë. Miku im, s'ka rëndësi kjo, po nuk funksionon kështu gjëja. Realisht nuk funksionon kështu. Është qesharake. Kjo është gjë më tepër me një skemë të kalamajve të kopshtit që pa disin të gjithë edukatorën, ishte më bëri ky, më bëri ky tjetri. Kjo është më bet. Okej, s'është serioze pra thua. Jo, nuk është fare serioze. Dhe e treta sigurisht këto lloj debatesh i japin rrugë shumë teorive të konspiracionit pastaj. Ju hapin më shumë hapësirë. Kush janë teoritë e konspiracionit që japin hapësirë? I hapin më shumë hapësirë raporteve të institucioneve tjera. Se me që këto s'merren vesh, me që këto s'bën gjë, dhe ku diun, çohet një për fuskot, po sa jo. Amnesty International. Beca pika tjera. Kujtun, ka qenë para ca vitesh, ka qenë Bundestagu Gjerman. Që nga bëjnë të 9 pika, pastaj 13, pastaj 15, kur atakonte Luli bëheshin 12, pastaj atakonte Jorita bëheshin 15, pastaj ku shkonte, kujtun, po Erdi, shoku im, bëheshin 9. Shumë shok të dolën sot. Këtë muhabet kemi pas gjithmonë, me thonë vërtetën, në raport me institucionet e huaja europiane. Dhe kjo nuk na jep seriozitet. Realisht nuk na jep seriozitet. Kështu që në këtë pikpamje them që mirë është të kuptojmë që nuk është fundi i botës kjo që ka ndodhur, por mirë do ishte mos kishte ndodhur. Mirë do ishte mos kishte ndodhur. Dhe kishte qenë shumë më e mençur nga ana jon që të gjenim një rrugdalje, sepse të gjitha këto probleme që ngre zoti Deliti janë këtu, janë të diskutuara këtu, i diskutojmë këtu. Nuk merrem i vesh këtu patjetër. S'keni për të marrë vesh. Komiteti stabilizim asociimit. Po jo ti eksportosh atje jashtë në institucionet e huaja. Çfarë punë ka, nuk e di se si Audia se emrat. Fredi Belieri një, po të tjerë nuk e di. Është Komiteti stabilizim asociimit dhe shpjes. Shiko. Zoti Manjani. Po drejtën domosdoshmë. Zoti Manjani për të sqaruar diçka. Jo më e kam qartë. Është Komiteti stabilizim asociimit. Është pjesë e procesit të integrimit. Po, është pjesë e procesit të integrimit, po është pjesë simbolike. Jo, nuk është simbolike komiteti. Nuk është si parlamenti, që është vërtetë që thua ti për kompetencat e veta. Po është pjesë e parlamentit komiteti. Jo, përbëhet nga europarlamentarë. Siç përbëhet edhe nga palë shqiptarë, është komiteti i përbashkët, dy palësh, Shqipëri BE,
që ka parlamentarët, mazhorancë opozitë burr, shqiptare, po, ka dhe shumë parlamentarë. është zëtimi i komitetit të integrimit Është pjesë e tonë. procesit, është pjesë e dakord. procesit. Po edhe Dhe kjo komiteti rezolut jonë i ka integrimit- valencë që ose do bëhi. Edhe komisioni Prandaj jonë- u refuzua. Edhe komisioni Prandaj i u refuzua. integrimit është kot, më thënë. Sepse në fund ditë, po kot për se tashin kjo është muhabeti. Tani ka shkon nuk janë të shtë.